Mirëmbrëma në dialog të lajmi. Shqiptarët e nderuar, në fillim dua t'u falenderoj për faktin që na ndiqni dhe ne mbështetjen e fuqishme që na jepni. Ju premtojmë se do të tentojmë t'u kthejmë me profesionalizëm dhe duke trajtuar tema të aktualitetit, por duke ofruar pluralizëm mendimesh dhe qëndrimesh. Të fortët bëjnë atë që duan, të dobtit vuajnë atë që duhet. Kjo është thënie e lashtë antike e cila i përshtatet realitetit të sotëm gjeopolitik. Luftrat jo vetëm këto të fundit, por edhe ato të mëhershmet e dëshmojnë se rendi i ri botëror duket në horizont dhe në të fuqia merr përparësi para drejtësisë. Këto tema i trajtojmë me zotin Aziz Pollozhani, ish ambasador dhe ish rektor i Universitetit Nën Tereza. Natyrisht keni pasur edhe funksione të tjera publike, zoti Aziz, mirë se erdhët në dialog të lajmi. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Konflikti në lindjen e mesme duket se ka hyrë në një fazë të re për shkallëzimi. A jemi përballë një konflikti i cili përfshin një rajon të caktuar apo ekziston rreziku nga një luftë me përmasa më të gjera? A jemi para një lufte globale, sepse dikush edhe thot më zëshëm se lufta e tretë botërore realisht vetëm ka filluar? Në këtë stat të kulminacionit të krizës me këtë luftë, pra e cila është në lindjen e mesme, por gjitha elementet i ka që ajo rrezikon me të vërtetë sigurinë globale edhe shkakton shqetësime shumë dimensionale në çdo kënd të botës. Unë mund me thënë, duke marrë parasysh se kam qenë në rrjedhat e disa proceseve kështu, mendoj, debateve që janë në instancat të ndryshme, edhe sidomos ato diplomatike, mund të them që kjo është kulminacioni, kjo çka ndodh tani është kulminacioni i pritur i një procesi të gjatë të raporte ndërkombëtare, pra që kanë ekzistuar dhe vazhdojnë të ekzistojnë, të cilat karakterizoheshin kryesisht me padrejtësinë e shpërndarjes së të mirave në këtë botë. Pra, ka pas edhe elemente më të hershme, të cilat në një farë mënyrë i kanë adresuar këtë çështje dhe kanë sinjalizuar për rishikimin e subjekteve ose strukturave të cilat kujdesen për paqen, kujdesen për harmoninë ndërkombëtare, dhe se instrumentet e atyre që garantojnë paqen në një farë mënyrë nuk janë të përshtatshme për kohën në cilën tani jetojmë. Kur them këtë, më duhet ndoshta të bëj një retrospektivë kështu historike të proceseve si mendohet ose si duket që ka arritur deri këtu. Më duhet të them se gjithmonë fuqia dhe drejtësia, siç edhe ju e keni paralajmëruar në një farë mënyrë temën, pra relacion ajo që ka dhe ajo që s'ka, pra i varfër duhet ta vujat që e shkakton i pasuri në një farë mënyrë. Këta dy nocione ose dy kategori gjithmonë janë ballafaquar njëra me tjetrën. Domethënë forca vis-a-vis drejtësisë në këtë kontekst. Dhe përderisa nuk kanë gjetë një dy të përbashkët që forcën të përdoret për të vendosur rend dhe mandej rendi të jetë i drejtë, sepse vetëm drejtësia e ruan sistemin dhe mund të kalojë dhe mund të parandalojë edhe krizat e mëdha. Dhe për këtë aspekt them që gjatë kohë janë vërejt padrejtësitë e mëdha që u gjeneruan nga raportet të cilat u krijuan shumë herët, atëherë kur bota ishte në një farë mënyrë ta qym për shkak mos shkojmë më herët prej kohëve të vjetra, kur është, si të thuash, kur janë shkruar ligjet e para për me harmonizuar interesat, prej Hammurabit ta qymë edhe në procese të tjera, filozofinë greke, romake, drejtsinë romake, por ta zënë për luftën mbas barimit të luftës parë botërore. Në atë kohë u kriju veç në konferencën e Versailles, veç shumë elementeve tjera, u kriju edhe lidhja e kombeve si një instrument për të garantuar paqë dhe vendi ku do të harmonizoheshin interesat që mos vijë deri në konflikt. Me luftën e dytë botërore u tregu se ai instrument ishte i pamjaftueshëm, sepse vetë plasë një luftë paqe e madhe saqë ishte edhe ndoshta edhe më tragjike si lufta e parë. Mirë po, fituesit e luftës çka bën? Atëherë menjëherë i bën Kombet e Bashkuara
dhe e bën organin kryesor të Kombeve të Bashkuara, pra Këshillin e Sigurimit, vetëm 5 antar që ishin fitues të asaj kohe, dhe ato edhe sot e kësaj dite kanë mbet të tilla, pra. Dhe nga ana tjetër, menjëherë po ashtu u bën instrumente tjera financiare, që thuhen Bretton Woods institutet, pra, si që është Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe mandej Organizata e Tregtisë Botërore, të cilët në një farë mënyrë ruajtën statusin dhe gjithmonë me zgjedhjet e tyre, politikisht duke përdorur veton dhe duke bllokuar proceset, kurse ekonomikisht Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore me parimet e tyre dhe principet e tyre për dhënien e mjeteve krijon atë jazin të qymshme, atë hendekun e madh mes pasurme dhe varfërme, gjithmonë duke u pasuruar më shumë të pasurit dhe duke u varfëruar edhe më shumë të varfërit. Dhe kjo domosdoshmë të binte në një pakënaqësi e cila në kushtet globale dhe në kushtet të një multipolariteti dhe të fuqisë edhe të sidomos të shkencës dhe të teknologjisë, këta instrumente u bën pamjaftueshëm. Dhe në këtë kontekst, pra, ju e dini që është kërkuar nga Gjermania, nga India, nga Afrika, Amerika Latine, që s'kan antar në Këshillin e Sigurimit, moti debati për ta ndruar Këshillin e Sigurimit, për ndruar principe. U kërkuan edhe shumë sende tjera për ndarje më të mirë, por nuk u arrit. Dhe tani ka ardhur një situatë kur kjo po shfaqet në një formë të tillë, pra siç është lidhet e afërme, ku gjithsesi forca po imponohet me qëllim që të ruajtës privilegjeve dhe të ruajtës të atyne si thuhesh asaj mirëqenie ekonomike e cila bazohet në shfrytëzimin e të tjerëve, atë të tjerët më si duket të informuar mirë edhe me informata të globalizuar nuk janë të gatshëm që atë model ta pranojnë. A rrezikohet paqja globale nga përdorimi i armëve bërthamore tashmë kur, siç e thatë edhe ju, kemi një botë multipolare, nuk kemi një botë bipolare e cila përfshin vetëm dy hemisferat kryesore gjeopolitike, lindjen dhe perëndimin. Ajo që po ndëgjojmë tani, çdo ditë lajmet që po vinë, faktikisht nga dy pozicionet kryesore në këtë kontekst e kemi Amerikën, që faktikisht Izraeli me Amerikën janë bashkë një anë dhe pjesa e Iranit i cili në një farë mënyrë përfaqëson botën lindjen e mesme, po botën islame dhe botën arabe, edhe pse ata nuk janë arab faktikisht, ata shkojnë në variantin ka si thuhesh elemente të cilët në deklaratat e tyre mund të nxirret edhe ajo deklaratë ose ai synim për shkakun që nëse ka nevojë ne të shkatërrohemi krejt, por edhe ata mos jenë në një farë mënyrë. Sidomos kjo edhe më shumë ka të bëjë me këtë pjesën e Iranit, i cili në një farë mënyrë edhe para 2 ditësh edhe ka deklaroi një gjë të tillë që neve mund të fikemi, por kjo nuk do të jetë vetëm dëm lokal tash për shkak, do të jetë më i madh. Edhe të përdoret arma bërthamore. Mendoj që normalisht edhe ajo është armë dhe armët përdoren mendoj për të imponuar forcë edhe për të demonstruar forcë mbi të tjerët madhore, edhe nuk është krejtësisht krejtë e përjashtuar, edhe duke marrë parasysh që edhe ato armë tani kanë përparuar duke i ndarë në ato armë për shumë me rrezikshmëri të lartë dhe për qëllime taktike që janë për shembull. Por megjithatë unë mendoj që kjo shkallë e civilizimit që jemi ne tani, përkundër kaq shumë kontradiktave që po i shohim edhe përjetojmë, megjithatë do të ketë fuqinë edhe moralin për shembull për të parë, domethënë dobinë e përbashkët, edhe për të ulë edhe për të vazhduar këtë konflikt, domethënë në tavolinë, duke u ndërprer atë dhe duke zgjedhur çështjet problematike që i kanë mes tyre, me një negociat që nuk do të jetë lehtë, por ama ata me siguri duhet ta kuptojnë që nga përdorimi i armëve atomike, edhe vazhdimi bile edhe me armë konvencionale tash si shkon, nuk mund të fitojnë të dy hupin faktikisht, sepse bota është edhe emocionalisht tani më aq e ngarkuar edhe me elemente morale, kupton, me cilët po dëshmohet me të vërtetë që instrumentet e drejtanishme të rujtjes së paqes dhe stabilitetit, siç u përmendëm më para, të Kombeve të Bashkuara, dështuan të në një farë mënyrë të parandalojnë këtë konflikt, aq më pak edhe ta zgjedhin këtë konflikt, edhe nëse në këta biseda
ajo që ka do t'jetë kyçe, do t'jetë pajtimi më i gjerë për një rishikim të instrumenteve të cilët do t'i pasojnë instrumentet e tanishme, i cili do t'jetë më gjithëpërfshirës, më i drejtë dhe duke marrë parasysh realitetet e reja e sotshme, por gjithmonë edhe duke nda edhe marrëveshje duke bërë edhe për ndarje më të drejtë të të mirave. Jo në fazën post-konfliktuale ndaj vendeve siç është Afrika, një pjesë e madhe e Azisë, faktikisht të sillemi me sjellje prap koloniale, faktikisht për me siguru prioritet për me siguru domethënë privilegjet e mëparshme që janë fitu. Gjithsesi që ne jemi në prag ose kemi hyma në procesin e ndryshimit të epokave. Domethënë nuk është më kjo ndryshim, për makiazh, por është një ndryshim ku do të ketë elemente të ndryshimit të një epoke, kur mbaron një cikël i zhvillimit i cili në një farë mënyrë e dha provimin e vet duke rrit paqen nga të 20 vjet, 100 vjet, sa u bë më 70-80 vjet kur Evropa ose pjesët më të mëdha të botës nuk kanë qenë përfshirë, si thuaç, nuk kanë gëzuar paqen, më mirë të thonë, kaq gjatë sa kësi here. Sepse ne kemi lufta çdo 30 vjet, çdo 20 vjet deri para luftës së dytë botërore, dhe në një farë mënyrë e dha këtë provim, mirë po nuk arriti që ajo të transformohet, të shohë rreziqet dhe të inkorporojë në zgjidhjet e reja pra interese më të gjëra, sepse teknologjia faktikisht e bërit veten dhe zhvillimi ekonomik multipolar e bërit veten. Dhe ata faktikisht teknologjia në kuptimin e inteligjenca artificiale e sende tjera, pra janë të depërtueshme dhe të qasshme për çdo kënd. Ata kanë informacione, ndryshimet klimatike mandej kanë bërë lëvizjen e popullatave, që lëvizjen njerëzit nga ata ku s'ka te atje ku ka, sepse informacioni më që thënë edhe Miltoni ka thënë bota është e rrafshme, kur dul interneti çdo gjë është në pllon të dorës tonë në një farë mënyrë. Dhe pra zgjidhja ose marrëveshja në këtë duhet të nënkuptoj pra rreshtimin e instrumenteve të paqes dhe të interesave në mënyrë globale, sepse nëse nuk ndodh kjo, çka kemi karakteristikë të saj? Ju e pamë në gaz, për shembull, ku edhe ekonomia, edhe teknologjia tani përdoret si armë. Amerikanët e përbën weaponized, domethënë shpallja e armës edhe aty ku është, pra për shembull edhe bukën, edhe ujin, edhe ndihmën ta zon për shembull e llogarisin si armë për të arritur qëllimet e tyre. Kjo faktikisht ka kompromituar një aspektin ligjor me luftën që e bën Rusia që jeni në Ukrainë, pra duke mos pyet kërkon dhe duke mos pas asnjë arsye për ta bërë një luftë tillë, pra e cënojnë në mënyrë drejt për drejt rregullin ligjor në mënyrë flagrante, edhe pa pranueshme. Dhe ajo mendoj që ka ndodhi në Gaz, edhe me vujtjet e fëmijëve dhe me vrasjet e gjithë atyre fëmijëve, e zhvesh edhe moralisht sistemin, në një farë mënyrë ku është pa marrë parasysh që ti mund të kesh vlerësime ndryshme për luftën, po kur e shef këtë element tjetër për shembull, dhe sjellja ndaj fëmijëve dhe vrasja e një numri aq të madh fëmijëve, ti domosdoshmë vjesh para një realiteti ku tani më është cenu thellë dhe në mënyrë pa shërueshme ta qym kështu, pa ndrejshme sistemi juridik ndërkombëtar, edhe është cenuar e morali mbi cilën mbështetet në një farë mënyrë e drejta, edhe mbështetet edhe si thuhesh edhe ajo çka është përtej ligjit, ajo çka është ndjenjë thellë morale pra, e cila në një farë mënyrë kërkon me vërtet zgjidhje shumë si thuhesh ndryshime shumë të mëdha, pra ndryshim të epokave. Ju thatë disa herë që ne jemi në një proces të ndryshimeve të mëdha, epokale. A do thotë kjo që ka filluar ndërtimi i arkitekturës së rendit të ri botëror dhe se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, intensifikoi këtë proces. Edhe duke bërë në një farë mënyrë shfuqizimin e instrumenteve për të cilat folet. Kombet e Bashkuara sot janë një organ krejtësisht i parëndësishëm. Karta e Kombeve të Bashkuara gjithashtu nuk është ndonjë dokument që ka ndonjë peshë, po themi në realitetet e reja gjeopolitike. A mendoni se edhe bordi i cili u krijua për paqen në Gaza është në këtë drejtim, pra
në funksion të imponimit të një agjende e cila synon të përcaktoj vijat e rendit të ri botror. Ju me drejt e thatë që presidenti Amerikan Donald Trump provokoi, ose ndërmor disa hapa, të cilët në një farë mënyre janë maja si thuash, legjitimimit të një hyrje në një sistem të ri ose në një epokë të re. Por unë do të kisha thënë duke marrë parasysh arsyet që erdhi te kjo, ai është person i rastishëm ndoshta, po kushdo që t'ishte në këtë fazë ose kudo që t'ishte, me siguri do duhej nisur një proces, ndoshta jo kaq i përgjakshëm sa ky sot, i cili do të çonte në rishikimin e instrumenteve të drejtanishme. Edhe ajo çka është e vërtetë është fakti që pra me këtë që boni Trumpi, gjithsesi për shembull pikë parë një e zgjoi Evropën, sepse Evropa në një letargji tazëm edhe një komoditet shumë vjeçar, siç e përmenda më parë, pra 8-9 vjeçar, dhe me resurse po ashtu edhe të burimeve natyrore, energjetike dhe humane mandej me absorbimin e shumë njerëzve të cilët faktikisht i la shumë vende edhe pa kuadra në një farë mënyre, ajo gëzoi një periudhë e cila faktikisht u karakterizua edhe ishte shumë e kënaqshme për të gjithë evropianët, por u pa që një gjë e tillë ishte e pamundur të vazhdonte për shkak se si thash u zhvillun për shembull mbas rrambjes Bashkimit Sovjetik, Rusia u ringjall dhe mor veten dhe filloi të lojë rol tjetër në global. Përparimi i shpejt teknologjik i Kinës, edhe përhapja e saj me interesat në përbot, por edhe ngjallja e vetdijes të afrikanët. Pse jo, edhe Afrika tani po shkollohet, është një pjesë e madhe e liderëve dhe njerëzve të saj janë shkolluar në Angli dhe në vendet evropiane dhe kanë përcjell po ashtu dijen në vendet e tyre, të cilët janë shtot vetëdijshëm për padrejtësitë që janë bë dhe normalisht që shtyn rendin botror në nevoja për ndryshim. Edhe në kjo puna e Trumpit, domethënë mënyra se si e filloi, pra do të ishte i paevitueshme, siç thash se ka mund edhe tjetër kush përsëri me bë diçka që kjo më ishte si duket e paqëndrueshme një situatë e tillë. Por ama shumë me rëndësi është se ai rendi i tillë nga kush do të orientohet. Si do të orientohet, a do të jetë tazëm unipolar, siç ishte mbas rrambjes Bashkimit Evropian, apo do të jetë apo tripolar apo katërpolar, dhe një farë mënyrë ku ndoshta Evropa si thua, e zgjuar tazëm për shembull, ose e zgjuar nga një letargji edhe nga një komoditet më mirë ta quajmë i jetesës, edhe i zhvillimit për të mirat e veta që i ka, do të zgjohet dhe do të bëhet faktor më i rëndësishëm, sepse kret predispozitat, kulturën, potencialin human, edhe teknologjinë besa e ka, edhe marrëdhëniet, edhe ka rrit një dimension më social edhe në raportin me njeriu, ka shtete me dimensione më sociale, pra është më atraktive edhe sot më e pranueshme edhe për popujt tjerë. Prandaj migrimet zhvillohen në këtë drejtim, ata që janë më, si thuash, më business oriented që thonë, që janë më të ri, normalisht e kanë qef Amerikën, sepse atje ajo liria ta quajmë kështu e ndërmarrësisë është më prandore, mirë po dimensioni social, moshat e vjetra e tjera janë nevojë të mëdha dhe sigurimet shëndetësore gjithsesi janë më problematike atje. Dhe kjo me siguri do të kishte mund të bëjë një faktor Evropën, por besoj që edhe pa Kinën, edhe pak të shtetet që janë BRICS që i quajnë, pra, që kërkojnë hapësirë, do të thënë një shtet si India është e vështirë, makra edhe Rusia do të jetë e vështirë me u përjashtu, ose një shtet nga Amerika Latine, e cila për shembull Brazili i ka një territor sa një kontinent Evrope, edhe një popullat me resurse humane shumë të mëdha. Argentina po ashtu me pasurinë e vet edhe mineraleve, edhe të ushqimore, energjetike e tjerë, nuk do ta lënë pa u bë pjesë e këtij procesi, edhe duhet të bëhen pjesë e këtij procesi, por ne u testoi një model tjetër që duhet mbas lutjes së dytë botërore, ai dha rezultatet e veta, e çoi botën deri këtu dhe tash
u shfaqen forca tjera ekonomike, teknologjike dhe energjetike, ku teknologjia më lun, përdorimi i diellit, përdorimi i erës, përdorimi tani edhe i këtyre materieve fosile. Ndoshta nuk do të jetë veç nafta ajo që mund të hapë energji nga toka, po janë të zbuluar edhe fakte tjera që mund prodhojnë ndryshe këtë energjencë, pra do të detyroj që ai rendiri botnor, do të duhet Amerika me siguri do të jetë në krye të saj, por jo ama mos jetë kaq gjithëpërfshirës ose të jetë përjashtues, sepse atëherë mund të shtyhen disa procese, mund të zvarriten disa procese, disa probleme që i ka bota, por jo të sigurojnë një pat qëndrueshme, një faqe të qëndrueshme edhe stabile për një kohë më të gjatë, që do të ishte, mendoj, synimi kryesor i një tronditje kaq të madhe e kaq shumë viktimave që po shkojnë dhe nuk dihet, besa edhe ky që ka nisë lindjet mesme dhe pyetja e parë e dytë ishte juja që atë të bëhet më e madhe, di. Pra është shumë vështirë me parashiku, por ama aty kemi elemente saq kemi politike, do të thonë një sistem demokratik me vlera liberale, don me pa një sistem tjetër në një shtet teokratik, i cili është afër 100 milion banor dhe ka shumë mbështetës përreth, dhe kjo harmonizim i këtyre interesave, përveç interesave ekonomike, e ka atë elementin edhe tjetër, ta zëmë për shembull edhe senzitiv që është religioni, janë fakte tjera të cilët do të duhet, por bota edhe inteligjenca edhe filozofia botnore e kësaj faze duhet ta gjejë rrugën për të gjetë zgjidhje më të qëndrueshme. Ju e përmendët sundimin, pra regjimin teokratik në Iran, ku populli i Iranit pra ka vendosur që ta ketë këtë regjim, ku kleri fetar në një farë forme është edhe kleri politik apo ushtarak, pra udhëheqës politik dhe ushtarak në të njëjtën kohë. A do të thotë kjo, zoti Pollozhani, që realisht popujt që nuk janë pjesë e hemisferës perëndimore nuk mund të vendosin vetë për fatin e tyre apo për sistemin politik në të cilin duan të jetojnë. Natyrisht nuk po them që iranianët janë shumë të lumtur me faktin që jetojnë në një sistem të atill, sepse me siguri që edhe atje ka grupacione, klane, subjekte të ndryshme, organizata të ndryshme të cilat e duan demokratizimin e Iranit. Por a duhet të jetë ky një proces i cili nis nga apo nxitet nga brenda, nga shoqëria, dhe jo të jetë imponuar nga fuqitë e mëdha apo vendimmarrja lidhur me dizajnimin apo dukjen e një sistemi politik të jetë e ndikuar nga geopolitika. Po e disi është për ta deri te ajo që folëm pak më parë, pra te një sistemi i ri, rregulla të reja dhe më të sigurta, më stabile për stabilitetin e mëtejshëm, gjithsesi që duhet jo veprime vetëm nga një anë, por veprime edhe nga ana tjetër. Për shembull, nga një anë atë që tham, pra nëse Amerika faktisht deri vonë e ka shit veten, ose ne e kemi edhe respektojmë, kemi respektuar dhe respektojmë si mbrojtës e demokracisë. Po. Edhe faktisht ku kishte padrejtësi reagonte në emër të ndërtimit të një sistemi më të drejtë demokratik, dhe mbi atë bazë faktisht edhe ka shumë popull të çliruar mbi ato që kanë hek qafe ato, dhe kjo është merite pa kontestueshme e Amerikës. Por në momentin e fundit, duke përdor vetëm forcën, edhe duke lënë mbas asaj pasoja të paparashikueshme, për shembull si për Afganistanin që ndodhi, për një vend, edhe duke i lënë ata në atë kaosin post-konfliktual, ta qojmë kështu, mbas luftës që ishte, pra, dhe makar edhe lufta që u bën në Irak, që nuk u arsyetua asnjëherë, pra në një farë mënyrë Amerika duhet ta shohë që në një farë mënyrë e ka hupat shkëlqimin e mbrojtësit të demokracisë. Por më shumë po dominon, kur përmendet dhe tashti administrata amerikane, thotë çdo gjë që lëndon interesin ton nacional, ne do të reagojmë. Nuk përmend më ku prishet demokracia. Po nuk përmend më që ne të reagojmë aty ku prishet, ku do të çrregullohen raportet, domethënë njerëzore e tjera, pra më shumë thotë interes. Ta zëm për shembull
Nesër mund t'i teket dikujt me ndodh diçka në një vend edhe ajo e cenon, e mendon ose parashikon që mund të jetë interes nacional i Amerikës, cenimi i këtij interesi dhe reagon menjëherë me forcë. E që mos ndodh kjo, atëherës pra, ata duhet ta rishikojnë këtë element pra. Sa do të jenë vetëm mbrojtës të interesit vetëm Amerika e Madhe, apo në një farë mënyrë do të harrojnë në një farë mënyrë atë famën edhe kontributin që e kanë dhënë në historinë botërore pra civilizimin tonë pra, për të në një farë mënyrë për të qenë edhe mbrojtës të drejtës për të qeverisë dhe për të zgjedhë ata që të përfaqësojnë. Kurse nga ana tjetër, edhe popujt që janë për shembull Irani, në këtë rast ta marrim si shembull me që e kemi, normalisht që qeverisja e tyre shkaktoi shumë viktima edhe shumë si thuhesh cenime të drejtave të njerëzit, të cilët u refuzuan edhe me forcë, që në demonstrata, sipas raporteve u vranë disa mijë njerëz. Dhe kjo faktikisht bara ashtu s'pakti reportohet. Kjo faktikisht bën ndesh zyrtarisht 3000, po thuhet se janë diku. Po edhe 3000 nuk janë pak. Diku jo zyrtarisht flitet për 30.000 vet. Ajo normalisht është pjesë e propagandës dhe pjesë, po sidoqë që tjetë u vranë shumë vetë, edhe 1000 nuk janë pak, kur të vetë shteti jot. Kupton kur të vetë ai që duhet me trujt. Se shteti jo për me erojt popullin nga padrejtësia me anë të ligjeve. Kur të vret shteti jot, atëherë bëhet problem. E në këtë kontekst, mençunia do të ishte që edhe kjo pala e cila po e deklaron veten të rrezikuar nga këta interesa kështu imperialiste, ajo të marrë masa që të krijojë shoqëri me përfaqësi të popullatës që i zgjedh pra një proces demokratik i cili të jetë një kombinim faktikisht i demokracisë përfaqësuese, me zgjedhje të lira dhe normalisht duke ruajtur traditën kulturore, se nuk ka vlera ta zëm për shembull morale edhe etike universale. Ato gjithmonë çmohen në vende të ndryshme dhe në kohë të ndryshme. Për shembull, ne kemi edhe Turqinë. Turqia, roli i mbas ardhjes të Erdoganit, roli i fesë u ngrit shumë lart. Edhe faktikisht është pjesë e asaj që edhe e përqaf populli, është dëshira e popullit. Edhe mirë po ka edhe sistem tjetër për shembull, i cili po ashtu është me zgjedhje, me vota me tjera, pa më parasysh si kalon e çka kalon ato, dhe ka krijuar një model miks pra, i cili e ruan edhe demokracinë përfaqësuese, por kemi këndë edhe traditën e popujve që ajo përjeton si të vetën. E ti e ke edhe Kinën, një model autokratik, por me ekonomi kapitaliste. Pra, koha është me që jemi në epokën e re për të zbulu modele të reja të cilët koekzistojnë me këta rrethana. Nuk mundemi çdo problem ne mund të interesit tonë me zgjedh vetëm me raketa dhe me bomba. Pra duhet me gjetë edhe, por thash, për këtë punë duhet edhe popujt që janë në këtë anën të asaj ta rishikojnë që dhe ata kanë çka të bëjnë, që edhe Amerika këndej të besoj, sepse jo vetëm me armë mund ta mbrojë interesin e vet, por mund ta mbrojë edhe shkenca dhe shkenca sociale, bile filozofia, sidomos duhet edhe sociologjia dhe këta faktore të tjerë, se teknologjia më e ka marrë rolin duke e marrë inteligjencën artificiale, edhe rolin e të mendumit tash e ka marrë maqina, ka rrezik këtë asi, dhe duhet gjeni model dhe me ky civilizim i këtij shekulli do të japë provimin. Zotëri Aziz, ju thatë vetë që ka ndryshuar edhe narrativa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e administratës më drejt, e presidentit amerikan. A do të thotë kjo që vjen në shprehje një lloj sinqeriteti nga ana e presidentit Trump, që i thotë gjërat më troç se sa në mënyrë diplomatike. Pra, fakti që ai përmend tani interesat nacionale, nuk përmend demokracinë, liritë dhe të drejtat e njerëzit, a do thotë kjo që narrativa e demokracisë zëvendësohet me narrativën e naftës, apo narrativën e marrjes së pasurive të ndryshme natyrore në vende të ndryshme. E kam fjalën, ndoshta këtë sistem e kemi pasur në nivel ndërkombëtar edhe në të kaluarën, por Trumpi po bëhet më i sinqert, më i drejt për drejt, dhe na i tregon gjërat ashtu siç janë, na e shfaq realitetin ashtu siç është.
Po prej Vestfalias, prej marrëveshjes me Vestfaliane, luftën 30 vjeçare që u ndal fetare në Evropë, faktikisht ku definon roli i shteteve dhe raportet ndërkombëtare, pra në një farë mënyrë ku drejtat e njerëzit faktikisht ishin drejtat vetë shtetit, kupton po? Edhe mund të bënte ai çka donte me popullatën e vet pa u përzirë me shtetin tjetër, po. Faktikisht procesi evoluoi dhe shkoi në drejtimin e afrimimit të drejtave të njerëzit deri në konferencën e Helsinkit që e mbajnë mend edhe neve, pra, kur drejtat e njerëzit dolën nga konteksti i sovranitetit të një shteti, pra janë e drejtë universale në një farë mënyrë. Edhe deri tani në këtë drejtim kanë shku. Prandaj kemi në Kombet e Bashkuara kemi gjyqje për ndërkombëtare për drejtësi, kemi gjyqjen për krime lufte, kemi gjyqjen për drejtat e njerëzit në Strasburg, pra krejt ta kanë qenë instrumente që në një farë mënyrë e avansuan sistemin ekzistues të rendit të ri botëror. E tani çka bën presidenti Trump, pra ky mendon se ky sistem ka hyrë në një proces ku Amerika më shumë jep se merr, pa. Për shkak se duke i leju migrimin e madh, ata e mëson teknologjinë amerikane dhe u kthyn prap në vendet e tyre dhe nisën të bëjnë teknologjinë, të kopjojnë, të bëjnë teknologjinë e tyre dhe duke qenë krahu i punës më i lirë atje, ata edhe duke qenë në diktaturë, sepse diktatura, autokracia që e ka Kina është më e volitshme për zhvillim ekonomik, se janë në urdhna, janë në direktiva, kurse demokracia dhe drejtat e njerëzit në një farë mënyrë ka herë e ngadalsojnë procesin. Për shembull, unë mund të them edhe një anekdotë që se keni kohë, kam qenë në Kinë, edhe ishim në një institut lartë atje të shkencave sociale, politike, kështu, edhe në erdhë në mbante një ligjërata, ai thotë unë jam gjeolog, domethënë ai që studion presidentin Xi, kupton, merret me filozofinë e tij, po, ashtu u deklaruaj, se tha kush jeni ju, ai ishte profesor, po tha unë jam i kësaj. Edhe nisi ta shpjegoj ai këtë konceptin e tyre Road and Belt Initiative. Ai do të thonë si të bëhet lidhja më e mirë me rrugë, me breza të ndryshme detare kurorëdore në botë, që akoma ajo po pretendohet, dhe tani Kina, lidhja e Kinës me Iran nëpërmjet Pakistanit është një ëndër e tillë faktikisht është një projekt i tillë. Edhe në një moment u çoi një djalë që ishte preçeki e saj momentin dhe i thotë se investimet e tyre këtu që bëhen, dhe me janë të mira, se janë të lira kënë andi. Edhe i thotë ky, tha mirë, tha, juve tha i vini punoni atje edhe ma lirë, tha, po tha i merrni punëtor tuaj, tha i bini atje, edhe punëtor tonë tha mbetën pa punë. Edhe po. Edhe ky ishte si duke i përgatitur, tha, po bre, tha, se ju tha kur bëjmë kontratë me neve, tha, ju tha do edhe ma lirë, edhe ma shpejt, tha, edhe me kështu, tha, edhe faktisht ne me ata punëtor tuaj, tha, kur vjen e shtuna e diella s'punojnë. Mandi drejtat e njerëzit, mbajnë drejta këta, drejta ata, tha, ne tha me ata se ne bëjmë punë, tha, ashtu që i kemi premtuar, tha, prandaj i marrim ta. Pra në autokraci, në sistem të tillë, në njerëz me dije dhe si thuash me krah të lirë pune, normalisht që Kina përparoi shumë shpejt dhe dominon tani, dhe Amerika u gjen para një situate ku jemi ne. Pa më parasysh që satelitat e Elon Muskut janë në qiell dhe kontrollojnë botën në një farë mënyrë, dhe ai pa që ky proces duhet ndalet. Edhe me siguri që jo rastisht është Venezuela po sulmohet që ka naftë, se ata varen e prej naftës. Irani është po ashtu që furnizon ato, dhe u kriju një situatë, domethënë ku me të vërtet geopolitika që thoni juve po ndryshon, por dikush do me rrit primatin edhe me rregullat e veta që i ka. Si do të arrihet kjo? Unë nuk mendoj që Amerika do të insistojë dhe do të mbesë në atë platformë, në atë narrativ që e përshkruani ju, që ajo tjetë të vetëm realizues si thosh Trumpi ka mandat edhe 2 vite e gjysmë. Por çka vjen mbas atij nuk dihet, se nëse në Amerikë tablohet një filozofi e tillë, kupton, edhe mund të vazhdojë. Po, mund të vinë Trump tjetër. Ose parafërsisht. Ai zbut pak politikat, po bëhet parafërsisht sepse dikush do të përfitojë edhe nga kjo në Amerikë. Ta zon për shkak po, se prandaj fitoi Trumpi, duke thënë që unë do t'i përzoj këta të hujt. Amerika e para do t'i përzoj të hujt, pra nuk ka që s'ka mbështetje në vota atje. Ja djen senat ka kalu me 100 vota, asnjë votë se ka kundërshtu në atë politikën e vet. E keni përcjell, pra. Edhe kjo, domethënë,
nuk mendoj që Amerika me atë forcë që e ka dhe të mbesen në këtë narrativ. Ajo gjithsesi me këtë çka po bën, diçka do të arrije të ngrihet më lart, do të zgjojë edhe të tjerët dhe faktikisht tamam do ta lëvizë motorin edhe të vendeve tjera për me hyrë në një rend të ri botnor, i cili normalisht prapë po them nuk do të jetë pa Amerikën në një farë mënyrë. Jemi në fund të emisionit atë që e thatë lidhshmëria midis Kinës dhe Iranit. Pra një tentim për të krijuar raporte më të thella ekonomike midis këtyre dy vendeve të cilat janë diktatoriale. A mund të ketë kjo bazë pra të jetë një arsye për sulmet që i bëhen Teheranit? Po, me siguri, sepse thashun tani resurset natyrore, qoftë energjetike, qoftë ekonomia, qoftë metalet e randa janë bë armë, kupton po. Edhe faktikisht kur dënë të parandalojë një zhvillim të saktuar gjeopolitik të ardhshëm, faktikisht ai synon ti shkatrojë ose ti varfnoj ato resurse. Për shembull, nëse dikush ka shumë naftë dhe me atë naftë e ushqen kundërshtarin e atij që atë zhvillohet. Për shembull, kur ti i vën bariera doganore shteteve, kurse ai faktikisht bota është shumë e madhe. Prandaj është multipolare. Nuk mundet më një shtet të diktojë çdo gjë, sepse mund të ekzistojë edhe pa ata. Ndoshta adaptimi do të jetë më i vështirë, ndoshta do të ketë edhe efekte tjera, por ama nuk është që është dielli, kupton? Që pa ngrohtjen e atij nuk ka si. Pra, unë mendoj që këta interese faktikisht janë evidente që faktikisht çdo secili mundohet ta pengojë zhvillimin e tjetrit, domethënë duke ia shkurtuar ose duke i cënuar resurset e tij, të cilët i mundsojnë atij qëndrueshmëri, sepse ai njerëzit i ka për me punu në teknologjisë, por me siguri qëndrueshmëri duhet të kesh energji edhe diversifikume, jo vetëm një lloj, se ata kanë panele solare, diçka, duhet të kesh njerëz, po, duhet të kesh burime tjera, siç janë metalet e rralla e diçka, edhe duhet të kesh edhe gjeografi të mirë, se ka edhe gjeografia është ajo që determinon shumë interesa, se faktikisht lindja e mesme ka qenë gjithmonë, aty ka lind civilizimi, edhe jo rastisht. Pra Mezopotamia, aty ka lind civilizimi, është përhap ka dalë mendej, edhe fete e botës aty kanë lind. Pse? Sepse është në një familje zemra e botës, është qendra e botës, ka burime, ka qasje në gjitha ujrat, mes mesi i botës ka qenë, pra, dhe kjo faktikisht do të mese gjithmonë relevante për çdo kënd që planifikon të jetë fuqi relevante edhe në botë, por edhe mos qoftë relevante të ekzistojë, të ketë mos neglizhohet dhe mos shtypet vetëm dikur pse është i dopt ose pse nuk ka mundësi vetanake për ekzistim. Zoti Pollozhani, unë ju falenderoj për pjesëmarrjen në Dialog të Lajmi. Ishte me të vërtet një bashkëbisedim ndryshe nga ai që i bëjmë për këto politikat tona lokale, partit, Vleni, BDI-ja, AKI-ja e kështu me radhë. Kjo ishte pak më ndryshe. Zohem që se kemi kontribuar në këtë lëramanin edhe ndoshta edhe në disponimin e njerëzve që të hapin perspektivat. Unë jam i bindur që edhe publiku do ta verifikoj këtë. Edhe unë i përshëndes publikun tuaj edhe ju falenderoj.